Qka me bo e du me zemër. Kjo dashni e ko veç një emën. Cëllin emën e ka? Nga rrjedh fjalla dashni? Në fjallë për dashni pej delës. Pej delës. Këta mëre. I doshit mëre. Qka është një sen që i djek 2 herë? Speci. Që është djek speci 2 herë? Kur të hajsh. Edhe? Spektuar jam sot me Kushtrim Hasanën, po du m'ja bo një intervjist Kushtrim Hasanit. Përshëndetje. Përshëndetje Kushtrim. Qysh jeni? Mirë te, qysh je? Mirë? Mirë, apo lodhër, qysh be kale? Jo, po zakonisht në intervista këto si vesmi, po hajde. Për ushqime që atë për që mas shumë të aflia, pite? Edhe pitet edhe flijat. Flijat sidomos me saçë më pëlqejnë tepër shumë. Edhe pitet s'është që i ha, se po shihet. Po. Parim rëkëm. Qëfar pytje po do më mba sot? Se më kja thonë ka më të zonë gosht. Ta këshimi kush kanë pezen gosht. Jo, Nëse, unë po ta bëj një pytje shumë thjesht, që tash më kujtu. Nëse i ki 2 molla, njënën mollë e ha, shkon te arka, me pagu, qka ki me pagu? ka me pagu mollat. Mollat, po qka ki me pagu, thash? Aha. Ka... Në zonë gusht. Ki me pagu një mollë një gardaj. Hajde, qka po do më vetë? Qa po... Di qa më të vetë. I las pëllë së më kallëm. Intervista bombastike njerës, në mes që shet një gazetar i ri, po do më mba mu e pytje, fal, e ki hapsiren e ketë botës, banë më pytje, së koron që ja bëj qytetarve. Po, hajde, se janë të ngupjet njerës, hajde, banë ma pytjen, qa po do më pyt? Që më po ta bëj pytjen edhe një, ma si tis po do më mba pytje. Nëse i ki 3 dardha, i han njënën dardhe han, qka ki me pagu te arka? 2 dardha dhe një ase. Edhe një shka? Dardh, tjetër. Nëse vërdoj. Një gërdoj, ja, ki me pagu 3 dardha. E kalla. Fal, qka po do më vetash? Ja, s'po dita shumë. Ja, vetëm. Hajde, i ki edhe 1 minutë e 30 sekonda. Ka shumë. Hajde. Kur je la për herë të fundit? Që më ta baj pytjen? Dje. 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 E pse sot si e la? Sa si unë la se pritova. E pse? Ti nuk la hash për deta? Ja, pritova se. Sa të pritova. Trujt zoti. Amen. Qa ke hangër sot për mëngjes? Për mëngjes, buk margit. Buk margit? Malet, mos A be djek sa pa djek? Djekst. Qka është një sen që i djek 2 herë? Speci. Që është djek speci 2 herë? Kur të hajsh. Edhe? Edhe kur që ish... Banjo. Jo. Ajde, kush djek 2 herë? Speci po pse? Djek një herë ku ta haksh, edhe një herë ku që gëksimi. E të shunën, a je në sajdem? Po, ngam. One, tham ty e shumë respekt për ty, veç s'pas ke haber me pytje. Qka me bo e du me zemër. Kjo dashni e ko veç një emën. Cëllin emën e ka? Dashni? Jo, cëllin emën e ka dashnia? Cëllin emën e ka dashnia? Dashni. Qka është dashnia si pas vendimit tanë? Kur dashurosh një femën? Jo, dashni më nëshme pas për atë dhe, dashnia më nëshme kanë për nanën, për mësusën, për kolegën, për doktoricën, për asistentën, për qka mës? Qka është dashnia si pas vendimit tanë? Me shumë fjallë shkurta? Për atë dhe, jo në për nanën. Je shka dashnia, je për ka dashnia. Po shka dashnia, definicioni dashni, nga rrjedh fjalla dashni?
Fjala dash, është e vërtet që ke që pe tham, fjala dashni rjedh prej dashit, që do thot dash, edhe ija, kur ja ka shkel kamën dashi, ka thon i, edhe ka thon, kush ta shkeli kamën, dashi, a rjedh fjala dashni prej dashit? Po. Fjala dashni ka deviacionin nga latinishtja, që do të thot dash, i zgjuar dhe i piskam. A është e vërtet që dashnia e ka veç një emën? Veç një emën e Po të dhe në emën e ka dashnia? Dashni, bre. Shka do me thëmë fjala dashni? Menu e mirë? A i po thot e kësha shti me pagu task për të keshme, e unë i kësha thonë ti me pagu task për kajtme. Hajde, garjes fjala dashni? Ta kalzova? Se ke mojt men heqa? Heq. Fjala dashni rjedh prej dashit, okej? Që ka shkil kam. Hajde, nga rjedh fjala dashni? Fjallë për dashni pej delës. Pej delës. Ka da mara. I dashit mara, se si di pop. Edhe qysh, dashja dhe denja baj dashnia, se denja sa përmen, qysh rjedh fjala dashni pej dashit? Ja ka shkel komën. Kuna ja ka shkel kamën? Kush? Dashi, kuna ja ka shkel kamën? Ijës. Edhe? Qa ka thonë ija? Kush ta ka shkel kamën? I? Dashe. Edhe shka ka edhe kur janë bashku dashi edhe ija? Shka më ba? Dashni. Bravo! Dashi me dhjen, bajnë dashni? Jo. Jo, se me del. Pa zemrë!